Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në takimin e radhës në dritë në Oqean. Do të jemi të fokusuar sërish në zhvillimet e politikës shqiptare, duke bërë një analizë në skakierën e përditshme të asaj që ndodh në përditshmëri. Dhe jo vetëm, por për të pasur dhe një lloj profilizimi të veçantë do të thosha të ftuar të mbrëmjes sotme. Është një personazh karizmatik i cili gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e vet, edhe pse është shpërshfaqur vonë në politikën shqiptare. Është Eduard Ndocaj, deputet në Kuvendin e Shqipërisë, po njëherë dhe kryetari i Partisë Bashkimi Kristian Demokrat Shqiptar. Përshëndetje zoti Ndocaj, kënaqësi që Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Është mikluese dhe është grishse në fakt, por ta nisëm një pyetje të parë, sepse shpesh për ju përdoret zhargoni dhe artikulacioni kaubojsi i politikës shqiptare. Duke dashur dhe për t'ju ngacmuar paksa, si ndjeni teksa dëgjoni këtë lloj përkufizimi? Po, ai titull nuk është një titull ofendues, absolutisht është admirues për mua. Dhe titull kaubojs, po t'ishte puna quhet edhe George Bush, sepse hyn në elitën e kaubojs, një teksan vishet si kaubojs. Është sillur në politikën amerikane dhe globale si kaubojs, pra është një kënaqësi që ma thonë dhe ndjej vetin pak a shumë, por s'është asnjë problem nga ana ime, vetëm kënaqësi që ma japin të titull. Pra është kënaqësi dhe ju bën në farë mënyrë që të ndjeni edhe paksa të veçantë krahasuar edhe me përfaqësuesit e politikës shqiptare sot apo jo? Unë ndjemi veçantë në shumë aspekte në fakt nga kjo politikë, por kjo pjesë është totalisht personale dhe nuk më veçanton. Nëse dikush vishet me Armani, mund të themi Giorgio Armani, atij që vishet me Armani, ose dikush vishet Versace, mund të themi se është Versace. Pra unë vesh rroba kaubojsi edhe më kam mbetur dhe e pranoj sepse është një titull që është admirues për mua. Në fakt, ju mund ta keni shprehur edhe media të tjera, po do të ishte me interes edhe për televizionistët e televizionit Apollon që nuk janë të pakt. Le të bëjmë dhe një lloj prezantimi. Ç'është kjo lloj prirje, kjo lloj dëshire dhe kjo lloj prezence performancës tuaj e stilit alla cowboy? Që shkure ka pasur indicjen? Tani ajo dëshira ime ka qenë që kur ishin edhe filmat me western, kaubojsat e westernit, dhe po ta marrësh edhe në aspektin, kaubojsat kanë ndërtuar edhe një histori 200 vjeçare të jashtëzakonshme, se sot për sot është siç është shteti i Teksasit. Prandaj si stil më ka pëlqyer veshja, më kanë pëlqyer filmat, aktorët që kanë luajtur këta filma, historia e tyre dhe është një pasion ndaj kaubojsve, i vjetër që fëmijë. Nga aktorët e rivit të Clint Eastwood apo? Clint Eastwood, Bud Spencer, Terence Hill, që ishin edhe filma humoristik më shumë se përveç tipit action, kam pasur edhe humorin. Okej, Eduard më pak se 42 vjeç, i martuar, lezhjan, babai 3 fëmijëve në zgaboj, biznesmen, i paragjykuar, popullor, karizmatik, babaxhan, filantrop, bamirës, i pasur. Ç'është ky modeli juaj në politikën shqiptare sot, në vitin 2017? Sa i adaptuar dhe i pranueshëm është në politikën shqiptare, sipas këmbë vështrimit tuaj? Janë aspekte ndryshme, duke filluar edhe nga ajo pjesa e paragjykimit, pjesa e bamirësit, janë shumë gjëra që bjen edhe në kontradikt me njerëzit. Por mendoj se politikë shqiptare i ka munguar gjithmonë ky aspekt i politikanit. Po ta marrësh në këto 27 vite, po të thosh, politikanë shqiptarë nga njerëz që kanë qenë askushi, janë integruar në politikë dhe sot janë biznesmen të suksesshëm. Po janë bërë biznesmen me taksa paguesit, me ekonominë e qytetarëve, duke vjedhur, mashtruar, pra janë bërë biznesmen jo të suksesshëm, sepse nuk janë të suksesshëm, se janë të falimentuar, po t'i marrë nga aspekti, jetojnë gjithmonë duke manipuluar taksat e qytetarëve dhe u funksionon biznesi. Pra kanë përdor politikën për të bërë biznesin e tyre.
Hyja ime si biznesmen është ndryshme. Unë hy si biznesmen dhe kam dëshirë që të bëhem politikan i suksesshëm, sepse biznesmen i suksesshëm kam qenë. Dhe politikan i suksesshëm do thotë që unë nuk jam dhe s'do jem përfituesi i taksave qytetarë, sepse unë bëj biznesin tim. Kam dëshirë të bëj politikë për këta qytetarë që të kenë një ekonomi, të kenë një tarë më të mirë këj vend. Pra, ndronë totalisht personi im me politikantë 25 Nga politikan të bësh biznesmen, nga biznesmen politikan. Bota qytetruar... Jenë rokat, pra, bota qytetruar... rrugën e kundër. Bota qytetruar, biznesmen t'i kërkon të integrojnë politikë. Dhe po të marrësh dhe pjesën e fundit zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një ndër biznesmen më të fuqishëm të botës u bë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ishte politikani më i fuqishëm i botës, i Amerikës. Po ishte biznesmen i suksesshëm, shumë i aftë, jo politikan, por arriti të integrohet se populli do njerëz të suksesshëm, jo mashtrues të suksesshëm. Shqipëria ka pas mashtrues të suksesshëm këto 25 vite, hajduda të suksesshëm, kriminalët të suksesshëm dhe ky është rezultati sot. Por jo politikan të suksesshëm. Politikan të suksesshëm Shqipëria s'ka pas. Në këto 25 vite dhe pjesën e komunizmit po e llogojës fare se ka qenë një tunel i zi dhe një skëter dhe të s'po llogojës fare. Pa të rritë në fund të vetë. Por 25 vjet të politikës shqiptare ka qenë një katastrofë për këtë kom. Zoti Ndoca, duket pak sa e çuditshme, duke pasur parasysh dhe atë prirjen tuaj që thatë pak më parë, pasioni që keni pasur ndaj filmave western, e kështu me radhë që befas në një moment sektor vendosni për të qenë pjesë e politikës. Ka pasur një indicje, ka ardhur e rastësishme ky spuntim, ky ngacmim? Jo, më kishin vite që më luteshin për të marrë pjesë në politikë, por ishte edhe pjesa e biznesit që ma blokonte në një farë mënyrë këtë dëshirë. Ardha ime në politikë ishte edhe mund të themi falë, po kjo është problem thikë me dy presa. Edhe krizës globale që bizneset rani fije dhe kisha akoma tepër dhe hajtë thash ta provoj, thash, sepse po e bën gjithkush të zënat, se të bësh biznesmen e suksesshëm nuk mund ta bëj gjithkush. E qartë. Shofi këta politikanë që i shef nga paradite, i shef në rrugë madhe, masdite nga politika, janë miliardera, dhe kjo ishte e papranueshme për mua që të shofish ta njerëz që po edhe thash duhet ta provoj, duhet të integrohem këtë politikë, duhet bëj maksimumin për këtë vend dhe me të thënë drejtën në këto 2 vite ka qenë një betejë shumë e ashpër në Parlamentin shqiptar. Ca gjëra janë dëgjuar nga politika, ca gjëra janë dëgjuar, por unë kam qenë një zën shumë kritik, edhe pse isha pjesë e majorancës, kam qenë shumë kritik ndaj qeverisë, sepse erdhi me premtime të ndaja dhe arriti vetëm të ketë një dishez, jo një malore për ekonominë e Shqipërisë. Pra nuk bën asgjë në këto 4 vite dhe arritë në konkluzion që edhe kjo qeveri nuk është e drejtë për këtë vend dhe duhet të ketë rotacion. Perceptimi që keni pasur nga jashtë për politikën shqiptare, përpara se të bëshit pjesë e saj, është përputhur me faktin dhe me atë që ju keni konkluduar teksa keni qenë pjesë aktive e kësaj politike? Gjatë këtyre 2 viteve? E kisha dyshimin... Jeni zhgënjur, keni fituar më tepër vlerësim pozitiv apo çfarë? Pjesën e zhgënjimit e kam pas, para se të jem politikë. Edhe pa qenë pjesë aktive. Para se të jem politikë, sepse... Pa qenë deputet. Pa qenë deputet, sepse ne si emigrant jemi keq trajtuar në mënyrën më makabre. S'kemi pas asnjë lloj drejte. Emigrantët shqiptar në Shqipëri s'kan asnjë drejtë. E qartë. Nuk kur të mohohet drejta themelore që të zgjidhesh, të zgjedhësh apo të votosh, që këto për 25 vite emigrantët jo mohuan dhe vazhdojnë të mohojnë, mashtrojë dhe kjo qeveri. Dhe ky perceptim i këtyre njerëzve që popullin e tyre nuk e duan të heci përpara, e kam pas para se të jenë politikë. Por duke qenë mren, masandaj e kupton se këto janë gjithë bashkë dhe janë gjithë bashkë kundër këtij populli. Janë gjithë bashkë kundër interesave kombëtare, janë gjithë bashkë kundër, pra kanë përdorur një strategji shumë të ashpër ndaj ekonomisë së këtij vendi, ndaj tarmës së këtij vendi. Okej. Për të bërë një lloj rezume krahasuese apo një lloj vlerësimi, e ndjeni veten më mirë biznesmen apo politikan? Të them sinqerisht, patjetër se biznesi është një adrenalinë në vete dhe
kur merr një objekt nga zero dhe ti e ngrin dhe do u pëlqejë tjerëve. Po dhe politika ashtu është? Është një kënaqësi. Politika është totalisht ndryshe, sepse është e vështirë që ka më shumë ujëra të turbullta, sigurisht. Ka më shumë ujëra të turbullta, njerëzit i ke konto korrente kundër ideve tuaja, sepse politika nuk e don zhvillimin. Është shumë e vështirë të bësh politikën e madhe sepse e kanë monopolizuar 2-3 vetë të paaftë dhe të rrezikshëm. Pra kemi shumë probleme për këtë vend dhe politika është një ambici që mu më 4 hektë, të thamë sinqerisht, dhe kam ngel në këtë ide që unë duhet të vazhdoj politikën, sepse këtë vend ka nevojë të ndryshojë i fije. Dhe këtë e bëjnë vetëm njerëzit që e duan këtë vend, jo njerëzit që nuk e duan, sepse po ta kishin dashur të 25 vite, ky vend do ishte kthyer si një Zvicër. E qartë. Kena ardhur në skakierën e politikës shqiptare, ose më saktë në parlamentin shqiptar, duke qenë nuk e di, pjesë e listës shumë emrore të Partisë Socialiste në Lezhë. Patët dhe ambicet tuaja në një moment caktuar, nuk e di nëse ka qenë pjesë mediatike apo ka qenë dhe një dëshira juaj edhe për të garuar edhe për Ballëramës në pozicione ndryshme, apo ka qenë thjesht show mediatik. Tashmë keni ndryshuar pozicion duke kaluar në kahun e djathtë në pjesën e opozitës. Pse kjo lëvizje strategjike apo ka qenë për shkak të filozofisë ndryshe dhe për shkak të zhgënjimit që ju keni pasur nga e majta në pushtet? Unë kam thënë disa herë se partitë i kanë kthyer në SHPK dhe kryetarët e partive ndjehen pronar, jo pjesë e një grupi njerëzish që kanë një ide të përbashkët dhe duhet ta zhvillojnë. Dhe kjo ndodh në partitë vetëm në partitë shqiptare, sepse në partitë tjera në gjithë botën ka konkurrencë dhe një ushtar që nuk ndron që të bëhet general, ai s'du të jetë ushtar. Pra dëshira ime dhe po të kishte zgjedhur do kisha garuar Kunar Rams. Dhe kjo ishte për të demonstruar dhe njerëzit s'du të kenë frikë të garojnë edhe kundër shefit tyre, sepse shefi tyre nuk është zoti. Pra kjo është ideja. Do kisha humbë patjetër ndoshta, por ideja që unë do kishte dhe një model, gjithsesi. Garova ishte një ambicie dhe një dëshirë patjetër. Këtu tregohet se ky vend s'ka demokraci dhe s'ka njerëz të aftë, sepse ky nuk la të bëhen zgjedhje, edhe pse do i fitonte ndoshta. Pra ky duhet të bënte zgjedhje, ta demonstronte se ka demokraci, ta demonstronte se ky parti është e hapur, ta demonstronte se është një model i ri, por ky mbeti gjithmonë modeli i vjetër i Partisë Punë Shqipërisë, si gjithë lidet tjerë që partinë e kanë partia personale, jo partia e qytetarëve. Parti individ. Parti individ. Pra kjo është pjesë që ka mbet nga diktatura, sepse shefi absolut dhe po ta shofish shefi ka gjithmonë drejt. Edhe në xhiro kur shkon si Enver Hoxha, tu nda tapi, tu taku popullin, tu pull durën plakave, tu pull fëmijë, sigur bën diktator. Kjo është punë e diktatorësh që i ka politikan shqiptar. Po në kaun tjetër, për t'i bashkuar çadrës, për t'i bashkuar opozitës, për t'i bashkuar kësaj lëvizje, çfarë ju nxiti? Kauza e opozitës? Duke qenë se unë ka 2 muaj që më kryetoj Bashkimin Demokratike Shqiptar, mendoj se qytetarët shqiptarë kanë nevojë për alternativa të reja, dhe është domosdoshme që shqiptarët ta kuptojnë një herë për gjithmonë se nuk bëhet tifozllëk politik, sepse shqiptarët kanë 25 vite që bëjnë tifozllëk politik. Dikush thotë jam i majtë, unë votoj majtas, dikush thotë jam i djathtë, unë votoj djathtas. Njerëzit duhet të votojnë me ide, me programe. Njerëzit duhet të votojnë njerëzit, jo partitë, jo siglat. Dhe kauza që Partia Demokratike ka është një kauzë që shqiptarët e kërkojnë tash 25 vite, që vota atyre të numërohet aty ku hidhet, vota atyre të mos blehet me një thasmjelli, siç ka ndodhur në këto 25 vite, që vota atyre mos të tërsohet, që vota atyre mos të degradohet, që vota atyre mos të diskutohet nga asnjë lider politik që siç thot Partia Socialiste, ne do shkojmë në zgjedhje me 18 qershor, edhe pse nuk votojnë 1,5 milion emigrantë, edhe pse nuk votojnë 500.000 demokratë, edhe pse nuk votojnë republikanë, edhe pse nuk votojnë demokristianë. Kjo është diktaturë. Kjo është original, sigur marrësh Kim Jong-un dhe thotë tu s'ka tjetër, jam unë, s'ka opozit. Do votojmë partinë
e Kim Jong-il. Pra, do të thotë që Edi Rama po kthehet në një lider diktatorial. Sepse gjuha përbashkë me opozitën nuk është e vështirë ta zgjash, sepse ka kërkuar garanci zgjedhësh, ka kërkuar dëshimin e kodit zgjedhor, ka kërkuar votim elektronik, pra ka kërkuar atë që vendet perëndimore ku ne duhet të integrohemi i kanë mbi një shekull e drejta votës. Herë pasere, duke sigur faktorët e smajtës nuk e di për çfarë arsyesh, mund ta bëni dhe ju në analizën tuaj apo në gjykimin tuaj. Shpesh ju prekin për këtë lëvizje që keni bërë drejt së djathtës. Në një status tuaj së fundi ju keni paraqitur rreth 10 pikë në zgaboj kundër Edi Ramës, duke marrë jo më shumë dhe jo më pak, por lezhën dhe premtimet e pambajtura gjatë këtij mandati 4 vjeçar 2013 dhe 2017 që Rama, momentin nistor të ardhjes tim mbështet, parë mbështet ka bërë për lezhën. Shiko, ajo që e karakterizon edhe të Partitë Socialiste se ka krijuar një strukturë, ka mbi 100 veta, mos gaboshëm, zoti Berisha i quajte mitë e Bodrumit. Një strukturë të rrezikshme që rrin gjithë ditën në Facebook me emra të ndryshëm që komunikojnë, shajnë, ofendojnë, manipulojnë, hynë në për faqet e institucionet ndryshme, pra një strukturë të rrezikshme, propagande, që unë i kam qujtë që në atë kohë, këto janë bërë si propagandistët që kishte Goebbelsi në kohën e zezë që pa të kalu edhe Europa, propagandisti me rrezikshëm ishte Goebbelsi. Pra këto kanë kaluar në propagandë totale, fasad, sigur kemi arritje të mëdha. Po të marrim shembull në Ministri i Ekonomisë doli e tha se në 4 vite arritja e turistëve në Shqipëri ka qenë në një lartësi të jashtëzakonshme, mbi 4 milionë sa turista kishin ardhur në Shqipëri. Po ai nuk numëron kush janë këto turistë. Vetëm mu në 4 vite unë kam lëviz mëna jashtë Shqipërisë mbi 500 herë. Pra më kanë numëruar 500 herë si turist edhe mu, ministri. Apo tjetrin. Pra turizmi është kur ti je regjistruar në hartën e turizmit, që ne jemi të regjistruar, në asnjë agjenci turistike europiane Shqipëria nuk hyn në hartën turistike. Në asnjë agjenci botërore si në Shqipëri në hartën turistike, vetëm ca propaganda që është bërë, ca lobimi që është bërë nga privatët me sforcime të mëdha, por nga qeveria apo nga Ministria e Turizmit nuk kemi asnjë dhënë që ka krijuar diçka që turizmi të funksionoje. Mirë bën të kundërtën. Mundohen që ta shkatrojnë, sepse tani fillojnë, për shembull në zonat turistike, fillojnë të hapin rrugë, gjë se po riparojmë rrugë, shkatrojnë dhe pak infrastrukturë që kanë, fillojnë nga muaj maj deri në ngusht, dhe masani marrin punimet. Dhe kjo është një armë tjetër që përdorin kundër turizmit, kundër këtij vendi, politika e kalme. Si është pjesë e fasadës në momentin sezonal? Zotë Ndoseli, të kalojmë pak tek në momenti i ardhjes tuaj në krye të forcës politike, Bashkimi Kristian Demokrat. Bashkimi Demokrat Shqiptar. Po, Demokrat Shqiptar. Para 2 muajsh apo jo? Po. Le ta lidhim pak sa dhe me atë dëshirën tuaj për Partinë e Emigracionit, kështu e keni pasur një ide? Po. Është sfumuar ideja e Partisë së Emigracionit? Kjo parti do të jetë... Pse mbeti në... Nuk ka mbetur, lëvizja ekziston, lëvizja e emigracionit, vazhdon të jetë një ide, por edhe Bashkimi Demokrat Shqiptar do të jetë një mbështetje e fuqishme e emigrantëve dhe që duhen të jenë pjesë e kësaj partie. Kam përshtypjen se do të jetë një parti e hapur për gjithë ato qytetarë që duan të vend, nga do që jetojnë, kudo që jetojnë, prandaj unë kërkoj që kjo parti të vinë sa më shumë njerëz që duan vendin, sepse kjo parti do të ketë një demokraci të jashtëzakonshme të brendshme, kjo parti do të ketë një hapje e çdo njeriu që ka ambicie për këtë vend. Pra Partia e Bashkimit Demokrat Shqiptar nuk do jetë parti e një personi, Eduard Ndocet. Partia e Bashkimit Demokrat Shqiptar do të jetë për qytetarë dhe qytetarëve. Ata që mendojnë se mund t'japin më tepër, do kenë vendin aty ku e meritojnë, do të ketë një gjerarki të jashtëzakonshme të rregullt, do ketë një demokraci të rregullt brendshëm që se ka pas asnjë parti, kjo parti do ta ketë.
Unë kam pasur drejtues të ndryshëm të partive kristian-demokrate në Shqipëri, siç ka qenë zoti Gecaj, zoti Muslia, dhe këtë pyetje sigurisht që ua kam bërë dhe do doja që ta ndaj edhe me ju. Nuk i duket sikur është paksa luksi i tepruar për të pasur kaq shumë parti kristian-demokrate në Shqipëri? Nuk mund të ketë një unifikim të kësaj filozofie për të qenë një forcë më prezentabël në politikën shqiptare? Kjo është një padrejtësi që u bëhet demokristjanëve në këto 25 vite, sepse janë krijuar gjithë këto parti të pa nevojshme. Bashkimi demokristjanët kanë nevojë të përfaqësohen sigurisht në Parlamentin shqiptar. Rreth 5 të tilla në zgaboj, ja? Janë 5 parti. Kjo është që unë jam emëruar është një parti e themeluar në 95-ën, nuk është themeluar nga unë, por jam emëruar që të jem në krye të kësaj partie. Dhe jam i bindur se edhe zoti Gece, edhe zoti Muslia, unë kam për ta gjetur një gjuhë përbashkët që ne t'i bashkojmë të 3 parti dhe të kemi një bashkim demokristjan të qartë për qytetarët katolik që duhen të identifikohen të kjo parti. Partia demokristjane nuk do të jetë vetëm partia e katolikëve, do të jetë parti e hapur me gjitha fetë, pra do të ketë dallim fetë, por sidoqoftë pjesa katolike ka 25 vite që... Quintessenca, ana e thelbit, ëh? Thelbi i kësaj partie dhe pjesa katolike shqiptare është i përfaqësuar nga njerëz që nuk e meritojnë të jenë aty. Po të marrim liderin historik që është Nart Noka, është një abuzim total në krye të asaj partie, sepse ka vite që është kryetar partijet dhe s'del kandidat, nuk ka garuar kurrë në nënsiljen e tij. Futet brenda listave të Partisë Demokratike. Demokratike. Futet brenda listave të Partisë Demokratike, pra ky është një demokristjan që mendon si demokristjan apo don ta zhvillojë të Partia Demokristane. Se po ta donte, do të kishte garuar me ciklin e tij, do të kishte promovuar Partinë Demokristane, do të kishte promovuar vlerat demokristjane që janë themelore në Bashkimin Evropian. Pra, demokristjanët në Bashkimin Evropian kanë qenë guri i themelit të Bashkimit Demokristjan. Zoti Bushati, zoti Lesi, vazhdojnë t'i kenë partitë e tyre të mëvecshme? Jo. Shkoni 6 parti? Nikol Lesi nuk mendoj se ka parti, sepse është zoti Mhilli... Okej, në rregull, po. Që është kryetar i partisë... Gecaj. Zoti Gecaj, më falë. Dhe Bushati ka një parti që... 15, është edhe një abuzues me këtë emër, sepse se meriton të jetë në këtë sigil demokristjane. Unë mendoj se edhe i bethirje 2 liderëve që mendoj se kanë baza demokristjane, si që është Dhimbje Muslia dhe Mhill Geci, të gjejmë një gjuhë përbashkët, të kemi një unifikim, të dalim me njerëzit tonë në gara aty ku mendojmë se jemi të fortë, të garojmë që të japim këtij komunitetit, të japim atë që kërkojnë në këto 25 vite që i është munguar falë Bushatit, falë Nokës, falë gjithë atyre që kanë abuzuar me emrin demokristjan dhe sot e quajnë vetin lider. Lider i kujt? Je lider i askujt. I partisë që drejton. Sepse partia që drejton ti si lider, se ti ke dalë deputet me votat e Partisë Demokratike dhe thu jam lider demokristjane. Ti je një deputet i Partisë Demokratike që merr rrogën të këtë demokristjan, sepse e bën vetëm për me marrë një ato lek, një ato fonde shtetërore që i japin, se këtë se bën për të mirën demokristjane. Marrin një fond ku kalojnë një farë përqindje votash dhe për shfrytzu ato lek padrejtësisht që janë taksa qytetarësh. Pra këtë parti nuk duhet të ekzistojnë për këtë nën këtë sigil demokristjane pesë. Për të shërbyer vetëm thjesht drejtuesit. Për të shërbyer thjesht vetëm xhepit tyre. Liderit tyre. Gjatë këtyre 2 muajve që keni qenë në krye të kësaj force politike, për të bërë një lloj rezume apo një lloj vlerësimi të përgjithshëm të asaj që ju keni gjetur dhe impaktet që i keni dhënë kësaj force politike ose më së shumti filozofisë kristian-demokrate. Pra, keni pasur takime, keni kërkuar, keni synuar për të bërë një lloj unifikimi të këtyre faktorëve që ju sapo i përmendët që do të donit të ishin, por nuk e dini se keni pasur lëvizje konkrete. Unë sikur kam marrë mandatin, kam qenë nën kryetar i Partisë Demokristjane shqiptare. E pranova me kënaqësi sepse mendova se do të arrijë një konsensus me zotin Ndoka dhe zotin Muslia dhe zotin Gecaj që t'i bashkojmë. Arritëm të kemi konsensus disa herë, në fakt, në këto 2 vite, që të bashkojnë këto parti dhe të jetë një parti. Por pjesa e leadershipit
që është në zotin Ndoka, ishte gjithmonë e kundërta e asaj që këta dy lider tjerë kërkonin që të kishin i diçka të barabartë, sepse në një parti të vogël nuk ke asgjë për të nda, ose në një parti siç është partia e Ndokës që është totalisht në rënje pikjat në zhdukje, sepse këto do jenë parti në zhdukje, parti që do bjen poshtë 5.000 votave, do thotë si parti në zhdukje. Demokrishtianët ishin me 10 deputet para ca vitësh, dhe sot nuk nxjerr asnjë pastruese. Ka qenë për shkak sistemit. Sistem. Por si do qoftë është degraduar fal edhe liderit të tyre, liderëve që kanë drejtuar këta, edhe para Ndokës. Pra kjo ka edhe për çarjes. Ka të degraduar dhe për çarje të krijimit partive të tjera, dhe kjo ka të degraduar fal, po partitë tjera krijohen ku ka pak nasi. Pra kur një lider e quhen vetjak dhe është e ime dhe bëjnë unë që duan, sepse në 2 vjetë që ishëm atë e ka kalu 3 herë. Majtas e djathtas e kemi marrë vesh në televizorne. Pra nuk kam ledhë strukturat për të thanë në Ndoka që do kalojmë Majtas se kemi këte program, këte ide për komunitetin demokrishtian këtë, por një gjën lajme në Ndoka thot, kalon thot me Partinë Demokratike. Pra e pa konsultuar me sepse qunë të vetën ai s'pyet kanë. Dhe për këtë janë krijuar edhe këto parti të tjera. Për këtë edhe unë jam larguar, sepse unë s'do kisha kërkuar të ishëm pjesë e asnjë partie tjetër, sepse ishte nën kryetar një partie dhe kështu erdhi në Parlamentin Shqiptar. Por ai është personazh që nuk din të bashkojë demokrishtian, dhe duhet ta japi dorëheqjen. Bashkohet me Partinë Demokratike dhe të largohet nga një parti që e ka uzurpuar padrejtisht. Del deputat atje, të rri atje. Pra kjo është e gjitha që unë mendoj. Le të quajmë fakt si gjëra interesante për pjesën mediatike të medias, të gazetarisë, për flitjet underground, sikur krisja që keni pasur me Ramën ka ardhur për shkak të mungesës ofertave nga ana e tij. Janë zëra gjithsesi, po them janë hipotezë. Pse ka ardhur krisja me Ramën? Jo, absolutisht. Unë jam një individ që mendoj vetë... Gacmin dashamir, se? Unë jam individ që arrit mendoj vetë, të gjykoj vetë dhe t'jap idejet të mia. Dhe të jesh alat i Ramës, ose të jesh më mirë deputet i Ramës, s'du të mendosh, s'du të mendosh me kokën tënde? Me kokën tënde, s'du të pyesësh dhe të japësh mendime. Pra, përplasja ime nuk ka qenë për mungesë ofertës, bile e kundërta, ofertët kanë qenë të ndryshme, duke filluar nga ekonomikja deri ke postet të ndryshme, por ajo që unë i kam bu vetit që midis me dhe qytetarëve, mandate që qytetarët kanë dhënë, të mos hyrë është vetëm korrupsioni dhe mashtërimi. Pra nuk kam pranuar të bëhem vegël, nuk kam pranuar të votoj ligje që unë mendoj se është kundër qytetarëve, duke një gjurë zënën e qytetarëve, jo duke menduar unë, sepse unë mendoj me të vërtet me kokën time, por jam votuar të negjoj edhe zënën e qytetarëve. Pra nëse qytetarët thonë se kjo pjesë është e gabuar, unë e kam votuar kundër, siç ishte jo me turinave, ose siç ishte buxheti i shtetit. Falementuan gjitha bashkitë shqiptare. Pra ti s'ke një bashki që funksionon. As e Firt, nësë Mahmen se funksionon e bashkia Firt, sepse nuk ofron as i shërbim qytetarit. Ose dhe pjesa tjerë që ju thatë premtime që ka bërë në 2013-2017 për Lezhën, që ju jeni musisht lidur. Ato që s'ka bërë në Lezhë si ka pasë në Firë, sepse premtimet, a i s'ka marrë premtimet në rangë kombëtar, sepse unë jam deputet i Lezhë dhe sigurisht du të klasë për qarkur në Lezhë, mirë ditë, dhe të Kurbinit, por unë jam deputet i Republikë Shqipërisë, mendoj edhe për qytetarët e Konispolit. Po a që dhem për fatin e qytetarëve në gjithë? Sepse qytetarët për mu unë jam i ndjeshëm për njerëzit që u mungon puna nga Konispolit dhe në Vermosh, sepse jemi në një kom. Por kjo që ka ndodhur në këto 4 vite ishte totalisht një masakër. Menduam se po bëjmë diçka, e morëm një vend të shkatruar në 2013 dhe nuk bëm asgjë më tepër vetëm me lam të shkatruar ose i vëm kasmën në diçka që mund ishte funksionale, siç ishte për shembull marrëm shembullin e fugonave. Ministri i Transportit i LSI-së, këto të LSI-së janë fenomena të njerëzit më taft të korruptuar që mund të kem njoftë ndonjëherë. Është një shoqëri kaq e rrezikshme që është krijuar
nën siglin kësaj force politike LSI-sa e pa imagjinueshme, sepse këto çdo gjë e kanë me lek. Edhe kur thonë mëngjes, duni lek. Sepse së përgjigjen, se le mos në këto pjesa tjetër dokumentacione. Por këto shkatruan fugonat nga mjesi deri në darkë. Edhe unë ishëm dakord që mos t'i gjithë këto fugona. Por ti du t'u japish 12 muaj qytetarëve se dikush ka investuar në këtë i lekë e jetës. Pra jo tani në këto moment dhe ato erdhën në mes, thanë fugonat do të ndalohen në darkë, u ndaluan fugonat dhe dikush i kishte bler një fugon të ri apo dikush i kishte marrë borxh. që siç ndodhi me çështjen e pra, ndjesave të tjera. Ti u jep kohë këtyre fugonave taksi, u thonë marrë 12 muaj, do të janë 1, 2, 3 pika, do zbatohen. Dhe këti nuk jep mundësinë që të integrohen mjetin e tyre, ta shesin apo ta, por i lanë në mbal 20.000 shofere, janë 20.000 familje. Erdhi tek pazari që u kërkoj të haptin niptin edhe ca pleshe plaka që nuk u dilte pensioni, që shqitë si natyrë të Çimçakiz apo Zarzavate, që si lenë ma në treg. Për sigura vetëm thjesht ushqime e Për sigura vetëm 10.000 lekë mujt, në ditë. Pra kjo u kërkoj të haptin niptin njerëz që u detyruan të mos dalin në treg, sepse ju befshin e kemi pa në pra gjithë ky qerthull krijoi edhe ndarjen e policia duke marrë duhanin, frutat, perimet, Çimçakizët. Lagrat e fushës. Kjo është paturpsi që nuk e mendoja kur të them sinqerisht që unë doj shihja në vendin tim mas 25 vitesh demokraci. E qartë. Zoti Ndoca, ju jeni në një pozicion shumë komod duke pasur parasysh pozicionimin tuaj tek e djatha dhe duke mos qenë pra tek opozita, duke mos qenë pjesë e lokomotivës këtij kampi, siç është Partia Demokratike. Madje shumë kush gjykon këtë faktin tjetër. Sot më e lehtë është për të ndendur në çadrën e madhe të partisë që është në pushtet, është më komod, sepse në fundit kafshimi juos mund të krijojë një akses dhe një mundësi nesër për të përftuar diçka, ndërsa ju zgjodhet rrugën më të vështirë. Do të një lloj gjykimi tuaj dhe një lloj vlerësimi tuaj për këtë analizë që bën shumë kush nga foltorët, nga panelet ndryshme. Partia Demokratike me këtë qëndrim të vetin dhe me këtë që po kërkon duket sikur riskon ekzistencën e vet. Pastaj më vonë do të prekim dhe ofertat më të fundit dhe mundësinë për të gjetur gjuhën e qasjes gjetjes së një zgjidhje, por ka zëra dhe brenda Partisë Demokratike që po shkon drejt riskimit që kjo forcë politike, një nga dy kryesorët gjatë gjithë këtyre viteve, rrezikon ekzistencën e saj. Mendimi juaj? Mendimi im që nuk do ishte fundi botës që mos të ekzistosh në asnjë anë tjetër, dy partitë e mëdha. Sepse po problemi është që do të ekzistojë kjo tjetra, edhe të mos ekzistojë PD, pa mirë. Sepse këto 25 vite si kanë dhënë atë dhe nuk meritojnë që të jenë përfaqësues qytetarë. Ai kauza e Partisë Demokratike është një kauzë që në gjykimin tim është fisnike. Dhe dalja ime nga pushteti, se dikush mendon se pse e bana, cila është përfitimi. Jo, është i vlerësueshëm, është i vlerësueshëm sepse thash që më komod është të qëndrosh në çadrën e mazhorantës. Dalja nga pushteti ishte totalisht për këtë kauzë, se jam i bindur si çdo qytetar se po u votua dëshmërisht, po arritën të votojnë gjithë qytetarë shqiptarë, siç janë dhe ato në imigracion, të garantoj se 80% e këtyre politikanëve nuk do kenë shanse të hynë në politikën shqiptare, sepse emigrantët nuk shiten. Qytetarët jo të gjithë manipulohen. Është manipuluar gjithmonë në minutën e fundit. Manipulimet e votave bëhen kur numërohen. Komisionerët janë kriminalët numër 1 të votës qytetare, sepse aty luhet pazari. Aty bëhen matrapazllisjet në kurrizin e qytetarëve. Dhe mendoj se Partia Demokratike këtë kauzë e ka kap, rrezikon mos të ekzistojë, por kauza është fisnike dhe nuk mendoj se me 18 qershor jam i bindur që s'ka zgjedhje, kjo është e padiskutueshme, sepse nuk mund dali në zgjedhje një parti siç është pjella e Partisë Punës, sepse kjo është pjella e Partisë Punës, Partia Socialiste, të dalin në zgjedhje mbas 27 vitesh,
Si që dilte në vejnë të 10-ën, i vetëm. Me bashkime profesionale, me sindikatat, me ato forma tjera që ishin... Pra, me Skënder Gjinushin, do dalim zgjedhje me Skënder Gjinushin, që ishte ministri arsimit të Enver Hoxha. Do dalim zgjedhje me... Gjithse se Gjinushi kishte pësë dëmë, por... Po, tani, këta e njerëzit që... Elementi ishin... Që Blushi që thotë, unë do jem opozitari i ashpër, një socialist, një komunist i përjarë dhe ati pa imaginushme, pra s'mund të përfaqësoj askan, jo opozitën, po Blushi as vetën sa është gjenta si partisë s'do dalë as deputet vetë, sepse nuk e meriton të jetë në parlament, dhe vazhdoj të bëjë libra. Mund ta bëjë LSI-a opozitën? LSI-a është... Ose të vim pushtet, pra flasë opozitë... është një lloj sigur të kapaj Tufani Katerina, si që bani damët mlajnë në Amerikë. Tjetë LSI-a që mund të përfaqësojë opozitë shqiptare është një katastrofë. Ishte në pushtet, është katroj vendin. E ka plotësu misionin e saj, sepse u qujtë levizit që në fillim, tani levizit e saj s'du të ekzistojë ma, qytetarë s'du të votojnë, s'du të japin as i votë kësaj levizit, sepse është një kancer për politikën shqiptare. Kam parasysh që ka qenë sa në të majtë ndjatë, pra ka ditë të pozicionohet pavarësisht pragmatizmi politik, që kjo është normale, në mënyrën se si funksionon politika shqiptare. Mundet që në një qast, në një moment caktuar mund dalë dhe në opozit me Partinë Socialiste, dhe të garoj, për të fituar garën, adje Meta, më falni ju kërkoj ndjes, Meta shprehur në qoftë Rama i ka 71 vota, është i gatshëm për të dalë në opozit, pa u bërë këto lëvizjet, Meta president e tjere. Unë të garantoj se nëse aty s'ka lek, Meta s'do shkojë kur me lëvizjen e tij. Sepse këto janë dhënë mas lekut, nuk janë dhënë mas opozit. Pra nëse Partia Demokratike do hapë një bank, ato mund shkojnë se Partia Demokratike, por në opozit, Meta nëse ka mundësin, nuk del. Lëvizja Socialiste për Integrim nuk dalin në opozit, sepse janë mercenarë, nuk janë politikanë. Ato shkojnë ku ka lek dhe ku ka përfitime. Pra, do njekë gjithmonë ku është pushteti. Këto njerëz nuk janë politikanë, nuk është parti, është një sekt monetar, është shumë i rrezikshëm për vendin stili që ka krijuar si politik, sepse i merr trit, nuk i krijon trive shqiptar një mundësi që t'integrohen, mësojnë një zanat apo një punë, ishon në jug dhe u bën shkuma parti, nuk do të jetë rinia, një bordello e pa imagjinueshme që vetëm një menjë shpend mund ta krijoje, që merr trit dhe i lëshon aty në shkuma parti, tu pi drogë, tu pi hashash, tu pi alkool, nga gjitha mënyrat që unë nuk e konceptoj këtë. Dhe të kalojmë tek përplasja që ka pasur midis mazhorancës dhe minorancës ose opozitës. Ajo lëvizje që ka filluar 118 shkurt me opozitën, e iniciuar nga Partia Demokratike, pikërisht mungesa e gjetjes së gjuhës përbashkët, e gjetjes së kompromisit, pavarësisht se negociatat her pas here kanë tentuar për të pasur në tryezën e bisedimeve. U duk në një qast caktuar sikur paketa me Kalister do të gjente dakordsi nga dyja palët, pati një qasje, por pastaj pati edhe një lloj tërheqje nga ana e Ramës, i cili u shpreh pas jo më shumë se një javë në zgaboj, që nuk qëndron më në fuqi paketa me Kalister, është i gatshëm të lëshojë çdo gjë përveç postit të tij të kryeministit për qeveri teknike, dhe ndërkohë kemi dhe vizitën e zëvendës të zëvendës president amerikan në ditë të fundit. Nuk e di se çfarë ka konsultuar me ju Basha, duke qenë me aleat, dhe nëse sipas këndvështrimit tuaj ekziston mundësia e gjetjes së një zgjedhje pavarësisht kërkesës që ka bërë Partia Agrare Medialiste për rejistimin e shtafatit të kandidatëve, për të ushtyrë zgjedhjet e 18 qershorit, për të marrë pjesë opozita në zgjedhje, për të pasur më në fund një proces që do donin të gjithë shqiptarët. Unë mendoj se Rama për çaj përket... Jo një loj me një port, por një loj me gjitha forca. Unë mendoj se Rama për çaj përket postit të kryeministit tjeti mund t'i ndrojë si doje Basha, sepse se ka problem për tjetë. Këtu është krijuar një pushtet mono njeri. Pra, kryeministi drejton zyrën e aloizmit, drejton policinë e shtetit, kryeministi drejton Ministrinë e Ekonomisë, kryeministi drejton Ministrinë e Arsimit, kryeministi drejton Ministrinë e Shtetit. Pra, ta ministra janë vetëm sekretarë të kryeministit,
që s'ndodh në asnjë vend botë, sepse ministri i Shëndetësisë italiane, kur vetë ministri marrë përgjegjësitë plot dhe është teknikisht është kryeministër për atë dikaster. E qartë. Dhe s'len as kryeministër as president që të merret me dikasterin e tij sepse ky ka përgjegjësi. Kush këto janë cop mishi me dy sy aty, i japin një stër laps, një karrige dhe i thot ministri i Shëndetësisë, por teknikisht e drejton kryeministri. Pra ky nuk do të lëshojë karrigën e tij. Paketa me McAllister është një paket shumë e qartë, për mua unë do isha dakord që dhe bashkë mendoj se po bjen dakord me këtë paket, sepse është një paket serioze për atë që kërkon opozita. Ajo që dje morëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në takim një garanci plot edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që do ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe kjo e forcon gjithmonë opozitën gjithnjë më tepër drejt një fitore që do jetë një fitore e saktë në zgjedhjet e ardhshme që do jenë jo me 18 Jo me qershor. 18 qershor. Absolutisht, sepse nuk është e mundur edhe mbas të kohës, por do jetë një datë tjetër që mund të jetë korrik ose Deri në shtator. ose gushti. Dhe Sepse dhe kolegji zgjedhor në fakt mund të rrëzojë kërkesën e partive. Dhe ajo që e bën 18 qershorin jo të vlefshëm është edhe regjistrimi i partive që janë regjistruar 24 orë me vonesë. Dhe kolegji zgjedhor nuk mund ta shkeli kushtetutën, siç e shkel Rama sa e don, atë ku e ka në dorë ai. Pra kolegji zgjedhor është aty për të zbatuar kushtetutën e Shqipërisë, për të zbatuar ligjin e Shqipërisë dhe të anullojë këta parti që janë regjistruar me 24 orë me vonesë. Dhe mendoj se Rama e ka bërë qëllimisht të regjistrim 24 orë me vonesë për mos të thënë se do të tërhiqem dhe mos i dhënë këtë kënaqësi opozitës, po më thënë se ja, gjykatat e Berishës, gjykatat e këtij, gjykatat e tij të korruptuara anullun një datë të ligjshme të kushtetutës, pra Rama do të dalë me këtë ide masi të anullohet. Do të gjej justifikimin ose të gjej apologjim për të larë veten. Do të thaj, Berisha apo Basha, sipas mendimit tuaj, bën një lloj krahasimi midis këtyre dy liderëve? Berisha ishte një lider që e ka uzurpuar kohën e tij. Mendoj se ka bërë shumë mirë. E ka ezauruar, ka përfunduar misionin e vet. Misionin e vet. Bën mirë që është tërheq dhe i lën hapësirë lidit tani opozitar që është Basha. Dhe mendoj se ka kohë dhe të rinovohet politika shqiptare, sepse janë rruar 5 presidentë amerikanë dhe ne kemi akoma Berishën dhe Ramën, e Metën, e Nanën në çarkullim. Pra bota ka ndryshuar 5 presidentë, si janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne kemi akoma këto në çarkullim. Edhe Rama s'duhet të ekzistojë, sepse nga viti 2000 sot Rama ka qenë ministër, kryetar bashkie, pra atje e kanë nëpërkam që s'ka dhënë sukses në asnjë vend dhe vazhdon të jetë kryeministër dhe do të jetë prapë 8 vjet. Mendoj se duhet të largohet edhe ai si kryeministër, se e ka plotësuar, s'ka ç'a të japin më të politikanët. Pra duhet të vinë njerëz që kanë studiuar tani në Europë, në Amerikë, në Angli, që të japin eksperiencën që kanë marrë atje, ta bien në Shqipëri, dhe jo këto që kanë ideja e tyre është komunizëm, sepse ta varfrosh qytetarin do të thotë ide komuniste. Me që jemi tek niveli krahasimit, do doja për ta kompensuar edhe këtë faktin tjetër. Nano apo Rama? Tek niveli? Për të bërë balancimin me që morën Berishën me Bashën, Nano apo Rama, sipas jush? Pra një vlerësim për këta dy drejtues të Partisë Socialiste. Unë teknikisht idhur politik në Shqipëri nuk kam dhe është e vështirë. Nuk e një model. Nuk ka një model që ti mund ta konceptosh se ky është modeli dhe mund ta ndjekim. Këto kanë qenë modele negative nga i pari deri i fundit. Për mendimin tim, këto janë për të fshirë nga mendja e qytetarëve dhe të marrë politika në tri. As Nana as Rama për mendimin tim nuk janë njerëz që mund të kenë një vlerësim nga ana ime sepse janë negative. Me një fjali të shkurtër, të thukët dhe të përmbledhur, jam pak sa do pyetem nga Smunse dhe Drshamirse, nëse nëse do të ishit kryeministri i Shqipërisë, çfarë do të kishit bërë ndryshe? Do të kisha bërë totalisht kundër që kanë bërë këta. Që do të thotë? Që s'do të kisha pas shanse të vjedhën taksat qytetarëve, që në vjedh historikisht, do të kisha anulluar gjithë koncesionet e minjerave që u janë dhënë ca grupe mafioze dhe qytetarë që jetojnë afër minjerave, që prodhohet florini, metalet ndryshme, jetojnë në varfëri ekstreme, do kishin pas përfitimin atë, do kisha anulluar shumë projekte, koncesione abuzive që janë dhënë
pasuritë e popullit janë një dhënë individëve të korruptuar, pra do kishte qenë një armik i këtyre politikanëve kaq të korruptuar dhe do kishte qenë një luftë e ashpër. Ku ka më shumë për të bërë? Për të qenë në krye të Partisë Socialiste apo për të qenë në krye të Partisë Demokratike? Për të ndryshuar fryma, filozofia, mentaliteti, ana mentale. Këto nuk ndryshojnë kurrë. Nuk ndryshojnë. Këto janë parti që nuk ndryshojnë. Kanë krijuar një filozofi. Them për të pasur shpatulla, në thonjë dhe për të marrë përsipër për të ndryshuar një forcë politike. Ku ka më shumë për të bërë? Unë mendoj se qytetarët duhet të drejtohen edhe ca partive të vogla që kanë vlera. Dhe unë duhet të ftoj që Bashkimi Demokratike Shqiptar do të jetë në këto parti që do japë vlerë qytetarit. Pra, ka kohë që të ndryshohet siç po ndryshon bota, sepse bota qytetare po ndryshon. Marrim Greqinë. Një parti 6 mujoshë, siç ishte e Ciprasit, nga një parti e vogël që merrte 0.7%, arriti sot të ketë qeverisë në dorë familje si Papandreou dhe familja tjetër që kishin 70 vite në pushtet dolën nga politika, dhe kjo është në demokraci që qytetarët e kanë kuptuar. Të marrim Italinë, Beppe Grillo, një aktor humorit shumë karizmatik, arriti të marrë 40% të votave qytetarëve dhe të largoje dominancë të largoje një pjesë të madhe të politikanëve të korruptuar që kishin marrë një karrike aty dhe kishin 30 vjet më të karrike dhe s'dilnin, edhe pse s'kishin bërë asgjë për popullin. Marrim Francën tani, votuan një bankier, një ekonomist. Pra, ka një lloj ndërgjegjësimi të qytetarëve të qytetarët kanë arritë që mos të bëjnë më tifozllëk politik, po të shohin kush do na drejtojë, sepse ai do të ketë fatet e çdo familje shqiptare. Një person që s'ka familje, një person që s'ka ndërtuar një familje të vetën dhe ka pas probleme ndër vite me familjen e vet, kur s'do jetë në gjendje të drejtojë familjen e madhe shqiptare. Po. Forca politike është e shtrirë në gjithë Shqipërinë, zotin Doca? Kemi rastin me që jemi dhe në po shtrirë në gjithë Shqipërinë, sepse kjo pra le të flasim pak më konkretisht. Kjo forcë politike nuk merrte pjesë shumë zgjedhje, nga viti 2000 që s'merrte pjesë në zgjedhje, dhe ne kemi shtrirë në zonën e veriut gati gjithkohë dhe do shtrirë edhe në jug, sepse kemi shumë kërkesa, edhe kemi shumë kërkesa që na kërkojnë, hajde na takoni nga Berati, nga Fieri na kanë kërkuar, nga Gjirokastra, nga Saranda. Pra, po na kërkojnë që të shkojmë të takojmë, që të konsultohemi me ato që kanë dëshirë të jenë pjesë e kësaj force dhe ne do t'u japim çelësat në dorë që ato të drejtojnë. Pra, thelbi Kristian Demokrat, por ama do të jetë një parti e gjithë Shqipërisë, patjetër. Ndjeni paragjykuar shpesh në politikën shqiptare? Absolutisht, nuk jam një person që e marr me qetësi dhe filozofi. Patjetër njerëzit do të paragjykojnë, sepse jo të gjithë mendojnë si ti. Por unë mendoj, paktën pjesa e mendimit tim është pjesë totalisht pozitive dhe nuk është pjesë abuzuese. Dhe mendoj se pjesë e madhe e qytetarëve mendojnë si unë, se duan këtë vend dhe duan familjen, duan komshin, duan vendin e tyre, malet e tyre që s'ka met një pemë kon nga këto politikanë, se siç po bante ministri i LSI-s Koka, zoti Koka, po na bante një program pyetësh, i thashë çfarë programi pyetësh do bashkë? Dhe s'ka met një pemë kon. Dhe ajo që i thash duhet falenderoj ju si ministër, thash se të paktën hartën e Shqipërisë se xham kallaj ku kemi kufin, se aty ku fillon pyllëzimi maro Shqipëria. Pra, edhe një lloj ironie për. Ironie, sepse e kanë shkatruar këtë vend. Dhe bjesht tona kanë qenë bjesht të jashtëzakonshme, të s'ke bjesht pa, të dalë lura që shkatruar një perlë ku mbetet termi i fjalës alpin, domethënë. Puka, pyjet e pukës që kanë qenë pyje pafund, janë bërë shkretetirë. Pra këto e kanë shkatruar në 25 vjet, e kanë zmontuar, sikur thonë, aty pikturave që janë me pjesë montuese që quhen puzzle. Këto kanë zmontuar Shqipërinë si puzzle, pjesë e kanë shit dhe përfaqësuar. Po i privilegjuar. Thatë jo nuk ndjeni paragjykuar, po i privilegjuar ndiheni? Unë ndihem shumë i privilegjuar, të them sinqerisht, sepse në këto 2 vite qytetarë shqiptarë ngado që shkojmë respektojnë.
Dhe ky është një privilegj i jashtëzakonshëm për mua, sepse janë ata që duhet na gjykojnë ne politikanëve. Dhe të shohësh që më respektojnë nga ato që shkoj, ndjehem shumë krenar dhe i privilegjuar. Mundësi që e keni fituar dhe përmes foltores dhe përmes parlamentit apo përmes këtyre dy viteve që jeni duke qenë zëri i tyre, duke qenë një zën ndryshe, edhe pse jo filozofik si Blushi që na ban poezi sa herë del në parlament, por njerëzit s'kan nevojë për filozofi, njerëzit kanë nevojë për diçka që ta kuptojnë, për që me pranë tyre, shkurt, qartë dhe mirë. Pra, më lakonik, po. Kjo filozofia tani është bërë bajatshme, se kush flet me amël, kush flet me bukur dhe kush mban me poezi, nuk i him punë asnjë qytetari në Shqipëri. Qytetarët kanë nevojë për punë, qytetarët kanë nevojë që të mos dhunohen nga tamledhësit duke i dhunuar mes rrugës, qytetarët kanë nevojë që të mos dhunohet nga policia sepse janë ca ignorantë të veshur me uniformë policë, unë kam respekt për policinë. Nga ato që shkoj i respektoj. Por janë ca që janë veshur me uniformë policë që dalin në rrugë të madhe vetëm për vjedhje, jo për të kontrolluar. Ça don 24 orë një makinë e policisë e parkegjuar aty në dalit Firit. Firi ka nevojë për një makinë që kontrollon lagjet, që mos zhvillet, mos ketë sherrë, jo të rri aty me kontrollu gati luajn dy policë bashkë me si ka qenë loja vjetër me targave me numrat. Pra se s'kan çfarë të bëjnë tjetër. Po. Zëndësoj, fëmijëve tuaj, nëse kuptoj që do të ketë një tjetër lloj konteksti, do të jetë e ardhmja, aveniri, kështu me radhë në një Shqipëri që shpresojmë dhe besojmë se do të ndryshojë. Do të dëshironit apo do të sugjeronit që të integroheshin dhe të bëheshin politikan? Unë mendoj se fëmijët e mi do zgjedhin rrugën vetë. Nuk do isha kundër nëse ato do e kenë si dëshirë. Por jo diktues. Diktues nuk mund të jem, sepse unë për veti nuk kam pranuar të jem diktues nga askush dhe s'do jo bëj as fëmijët mi. Do mundohem që t'i edukojnë në mënyrë më të mirë të mundshme, që ato të zgjedhin rrugën e tyre më të mirë të mundshme. Sepse ndryshe nuk funksionon të diktosh se çfarë do bash në jetë. Njerëzit duhet ta zbulojnë jetën, njerëzit duhet të zbulojnë çdo gjë në jetë, çdo punë, siç e kam zbuluar unë se unë kam ikë nga shtëpia në moshën 14 vjeçare dhe s'jam kthy më. Dhe jetën e kam ndërtuar totalisht me djes dhe me mund dhe me sakrificat të jashtëzakonshme, nuk ka qenë një fushë me lule emigracioni. Vazhdon të mos jetë fushë me lule. Është një por sidomos në fillim e sot kur e keni kanë qenë të jashtëzakonshme, të këqija. Kam fjet jashtë me mujë të tëra, me ditë të tëra, pa bukë, pa punë. Pra, mendoj se edhe ata duhet të zbulojnë këtë jetë. Po. Jo vujtjet që kam kaluar, që nuk jo them kur t'i kalojnë, sepse vujtjet kanë qenë mëdha, por të zbulojnë jetën vetë, do ishte edhe kënaqësia ime që të bëhen të harit duke zbuluar jetën vetë. Sigurisht. Me gjithë se peripecitë që keni kaluar, që përmendet në mënyrë flesh, pak më parë, sa përfunduat, në gjithë të rafgime, ondulacione, kështu me radhë, tashmë keni krijuar dhe përvojën tuaj, keni dhe backgroundin tuaj dhe edhe përvoja e të qeni deputet prej 2 vitesh. Cilat, në përmbylljet e këtij emisioni të kësaj mbrëmje, cilat janë ambicjet e Eduard Ndoce? Ambicjet mia janë politikisht? Politikisht ambicjet mia janë të arrij që paktën të jem dikush në politikë, që të kem një forcë në politikë, që të vendos diçka për të mirën e këtyre qytetarëve. Mos të jenë gjithmonë ta qytetarë në shpresën e një individi apo 2 individëve. Politika shqiptare ka nevojë të ketë shumë individ që vendosin, duke gjetur marrëveshjen në të mirën e qytetarëve, të jem pjesë e këtyre individëve që edhe unë të jap kontributin tim për këtë vend. Zoti Ndoce, më falenderoj që ishit në televizion Apollon emisionin Dritë në Qan. Kënaqësi që kishe. Ju falenderoj. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund bisedës studion Dritë në Qan. Ka qenë i ftuar Eduard Ndoce, kryetari i Partisë Bashkimi Kristian Demokrat Shqiptar Njerëz dhe deputet i Parlamentit Shqiptar. Ju falenderojmë, do të takojmë sërish në ditën e ardhshme, deri atëherë natë mirë dhe mirupafshim.